Sa është dikur Turqia pas fillimit të luftës të Izraelit pas me Amerikën kundër Iranit. Është bërë një muaj e 2 ditë, sot është 31 mars, lufta ka filluar në 28 shkurt, ka kaluar një muaj qim. Për mendimin tim nuk është ndikuar pothuajse as pak, përveç çmimit të naftës. Benzina s'ka luajtur, por nafta ka pasur rritje në varësisht 25 cent. Ka qenë diku ke 60 lira, tash është bërë afër 80 lira, duke ditur që 1 lirë këmbehet me 1 euro këmbehet me 50.000 lira turke. S'është ndikuar as pak, si shton lajmet, se gjatë gjithë kësaj kohës ka pasur dhe shumë censur në publikimin e lajmeve. Si shton lajmet, dje që rasti e funit që Turqia bashkë me NATO intercepton një raketë balistike të ardhur nga Irani, është raketa e tretë të mos gaboj. Të treja janë interceptuar nga NATO. Duke ditur se Turqia është anëtare e NATO-s, është e dyta mas Amerikës si fuqi. Për mendimin tim nuk është ndikuar as pak, tregtia vazhdon, turizmi vazhdon, nga Shqipëria ka goxha në shërbim që vazhdojnë tregtinë e tyre. Siç e shihni vetë, lëvizja është masive. Pranvera nuk na ka ardhur akoma, përgjithë Istanbulit që asnjëherë më parë ka qenë shumë në rreshje. Ishte javës tjetër të hapi koha. Për gjithë ata që kanë merak, Turqia nuk është ndikuar, dhe unë besoj se nuk do ndikohet. Duke thënë se Turqia vazhdimisht ka ruajtur një lloj neutralizmi, një lloj stabiliteti. Populli turk këtu sigurisht mbështet Iranin. Dhe qeveria e mbështet Iranin, por nuk ka dalur drejt për drejt që ne jemi pro Iranit. Duke ditur se turqit janë suni, Irani, shi, nuk do mbështesin drejt për drejt, por sigurisht që popullata këtu mbështesin Iranin. Se sa do ndikojë më vonë, nuk e di, por deri tani nuk ka ndikuar dhe unë besoj që nuk do ndikojë, sepse Turqia ka ditur ta ruajë që më herët stabilitetin e brendshëm të shtetit. Populli nuk do luftë, populli do qetësi, do jetën e përditshme.